Nëse jam drejt, mas 20 vit jemi prapë në Europë, dhe kjo është një situata shumë e mirë për ne. Tani gjendën nga lojtarët ne jemi rregull, gjithë jemi rregull, jemi gati për nesër. Deri tani ne jemi firmos 6 apo 5 lojtarët. Ata fillojnë me ne faza nga dita e parë deri sot. Domethënë çunat është gati. Edhe deri tani gjithë është rregull. Na pret një kundërshtar që ka eksperiencë në garat europiane, e vlerësojmë dhe respektojmë Baten, po dhe ne kemi punuar shumë fort për të qenë gati për këtë ditë. Sigurisht nesër të presin të gjithë maksimumin nga ekipi i Elbasanit, të shpalosim në fushë çka kemi punuar gjatë kësaj periudhe, edhe do japim maksimumin, do shpresojmë për më të mirën. Jam i sigurt që do ketë shumë entuziazëm dhe shpresoj shumë që të jetë i mbushur plot. Janë 20 vite që ky qytet që e dashuron ka shumë futbollin e pret këtë ndeshje, edhe ne mezi e presim që t'i kënaqim gjithë tifozat, gjithë qytetin, edhe të marrim një rezultat pozitiv për ata.